Përshëndetje dhe mirë se vini në Partizani Channel. Sot në këtë ditë të veçantë për kombin shqiptar në 28 nëntor në ditën tonë të pavarësisë, jemi në Arena Dema për sfidën 19-vjeçarëve. Partizani sot pret të mbyllisin ndeshja e javës 10 për Abisnet superior për grupmoshën e 19-vjeçarëve. E hap në të majt tek kapiteni Ersi Qamili, shikon zonën. E mbi populluar me të gjithë lojtarët Himallari godet e mbi tra. Në këtë ditë të veçantë le të shikojmë më mundësia drejt zonës topi tokës e goditja. Për paksa nuk shkon në rjet, ishte Skeja. Largohet Renga, është Qamili. Heziton në të parën, tashmë krosimi. Është një skem kjo topi që mbetet rëmuj, nuk largohet tashmë mund provoj Nela që bllokot kjo goditje. Vata e godet mbi tra, kjo e majte Dion Vatës. Elson Himallari, është minuta 23. Goditja që shkon jashtë kuadratit për provuar me Riruawin, i cili është mjaft i shpejt, i drejtohet zonës së rrezikshëm në një pozicion goditse. Vjen goditja ndërhyn Zadeja me pas Çupi në një zonë ku Arabi e largon për një çast. Provon dhe herë numri 8, ndërkohë që ndërhyn sërish Zadeja. Po tregon vërtet shumë agresiv si në këto çaste, shumë të rrezikshëm. Goditje e fortë, bllokohet nga Zadeja edhe një herë, provon Hidri, bllokon me forcë, largon Qamili. Top e mjafti mirë për Hidri që provon me të parë dhe goditja! Shikoni mundësi për të rrezikuar. Ersi Qamili, shikon zonë, krosimi bukur Renga dhe pa besueshme. Çfarë kemi shpërdoruar? Qamili. Krosimi fort, provon goditja Arabi, topi mbet në rëmuj, nuk përfiton Arabi, sërish këmbgul, Dervishi, Skeja e pa besueshme topi për Rengën dhe me pas pretendim dhe kamet të drejtë një 11 metrësh. Një topi prekur me dorë, penalti për Partizanin. Do të dërgoj topin në rjet për herë të katërt në këto në takime Fanel dhe Kuqe. Renga godet, topi shkon në rjet, zhbllokot sfida. Era Renga, 1-0 Partizani. Më në fund, skuadra Kuqe gjen golin. Shkëputet të Leshaj, topi është për të, ideja fantastike. Mbron Musa Leshaj, godet të parën. Krosimi plot i fort. Goditja shkon në rjet, shënon sërish. Tashmë Partizani 2-0. Musa Leshaj, një kërcim i fort, i bukur, i pastër. Një preke që kam poshtur portierin Hoxha. 2-0, Musa Leshaj. Topi drejt Amposa, ka shumë hapësirë Amposa. Provoni vetëm me krosim të menjëhershëm drejt shtyrës së dytë, topi që në rëmuj e sipër Piroli godet e çon në rjet. Shënon Florian Piroli. Çka duhet të tregojmë të kujdesshëm pasi edhe një herë 7 lartët e skuadrës së Byris janë të gjithë në zonë. Nga Evo Dage që të paktën në duke ka 2 metra. Shkon në fundore dhe nuk ka më kohë mbyllet këtu kjo sfidë. Mjaft të luftuar me fitoren e skuadrës Kuqe në rezultatin 2-1, po 3 gola të shënuar në këtë pjesë të dytë.